Diaspora e shqiptarëve të Maqedonisë e sheh me shqetësim të madh vazhdimin e politikave nacionaliste dhe skandaloze të Skopje 2014, ku ditë më parë u vendos edhe statuja e pushtuesit mesjetar serb Car Dushani. Është shqetësuese fakti se si këtij qyteti historik dhe i shqiptarëve i ndryshohet dita ditës karakteri historik i vërtet i tij, duke përjashtuar elementin dhe pranin kontinuele historike shqiptare, duke qenë pareshtur pjesëmarrëse në mbrojtjen dhe vendosjen e fatit të këtij qyteti të rëndësishëm. Statuja e Car Dushanit, pushtuesit të tokave shqiptare dhe terrorizues i popullsisë autoktone, shpreh dhe simbolizon edhe njëherë oreksin e madh të pushtuesve slav, duke shprehur dhe manifestuar në sy të botës shovinizmin e tyre ndaj shqiptarëve në këtë shtet. Partitë shqiptare, pozita infantile dhe pafuqishme në pushtet dhe opozita e përgjumur tregojnë edhe njëherë inferioritetin e tyre, duke pranuar heshturazi realitetin tragjik komik të këtij denigrimi, thuhet në reagimin e diaspora e shqiptarëve të Maqedonisë.